Në shkollën jo publike e Perla është organizuar gjatë kësaj të shtunë Olimpiada e gjuhës angleze. Për të pestin vit radhës, Star Balkans ka zgjedhur këtë shkollë për zhvillimin e Olimpiadës për shkak të kushteve komode, hapësirave të duhura dhe brenda të gjitha standardeve, por edhe për rezultatet e larta të shkollës Perla në Olimpiada të ndryshme, si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Ambienti, komunikimi, bashkëpunimi që kanë kaq vite që bashkëpunojnë bashkë dhe janë shumë okej me rregullat dhe me këto organizime. Presidenti i shkollës Perla, Petrit Golemaj, ka hapur dyert edhe këtë vit për zhvillimin e kësaj olimpiade, si njeri arsimdashës dhe mbështetës i brezave të rinj dhe zhvillimit të tyre, pasi institucioni arsimor që drejton synon që edhe në të ardhmen të vijojë rezultatet e larta në përfaqësimet që do të ketë nëpërmjet nxënësve të tij. Në Olimpiadën e anglishtes morën pjesë nxënës të shkollave nëntëvjeçare publike dhe jo publike të Vlorës. Nxënësit kanë qenë nga klasa e parë deri në klasën e 12. Koordinatori e Olimpiadës, Iris Nanaj, thotë se tezat janë përgatitur sipas niveleve dhe se pas daljes të rezultateve do të ndahen medaljet dhe çmimet. Jemi mbledhur sot për të zhvilluar për të 15 vite radhas Olimpiadën e anglishtes. Janë mbledhur fëmijë nga të gjitha shkollat e Vlorës, private dhe shtetërore, nga klasa e parë deri në klasën e 12. Janë sipas niveleve të ndara tezat dhe fëmijët janë duke zhvilluar testimin. Kur dalin përgjigjet? Përgjigjet dalin pas 1 ose 2 javësh, ku pasi merren përgjigjet, ndahen edhe medaljet dhe çmimet. Çmimi i parë, i 2 dhe i 3, për fituesit edhe medalje të veçanta. Është Olimpiada e parë për këtë vit? Jo, për këtë vit shkollor po, por është viti i 5 të radhës që Star Balkans e organizon këtë olimpiadën me këta nxënësit. Edhe vetë nxënësit pjesëmarrës të olimpiadës janë shprehur tepër të emocionuar. Nga shkolla Perla. Nga shkolla Perla. Të pëlqen në anglishtja? Po, shumë. Ere parë që merrni pjesë në olimpiadë apo keni marrë herë tjetër? Kam marrë herë tjetër. Shkolla Perla si duket, pra një shkollë e mirë apo jo? Po, shumë e mirë. Çfarë të pëlqen më shumë këtu? Çdo gjë. Çdo gjë. Ismail Qemali. Të pëlqen anglishtja? Po, Çfarë klase? e parë. Ere parë që merr pjesë patjetër në olimpiadë. Ke emocione? Jo. Sot apo jo? Do ta plotësosh të gjithë ato tezë? Po, Dritë e dies. Të pëlqen anglishtja? Shumë. Çfarë klase? E pesta. Ere parë që merr pjesë në olimpiadë apo ke marrë pjesë deri? Herë e parë. Ke emocion? Kam shumë. Çfarë klase je? Klasë 9. Ere parë që merr pjesë? Jo, kam marrë dhe herë tjetër. Ke marrë çfarë? Jo, kam marrë thjesht një certifikat, po. Jeni vlerësuar. Po, Anglishta të pëlqen? po, më pëlqen. Për lëndët më preferuara tuaja apo? Po, më pëlqen, e kam shumë qef anglishtën. Çfarë klase je? ditë. Nga cila shkollë? Nga Perla. Perla. Ere parë që merr pjesë në olimpiadë? Po, Të pëlqen anglishtja? po. E ke lëndë preferuar? Tijan. Nga cila shkollë je? Nga Perla. Nga Perla. Jete shkolla Perla? Po, Të pëlqen anglishtja? po. Çfarë klase je? Klasë e parë. Ke emocione sot apo jo? Kam. Ke? Do ta plotësosh gjithë tezën? Shkolla Perla është një nga shkollat me emër të dalluar sa i përket realizimit të olimpiadave kombëtare dhe ndërkombëtare, organizimit të tyre, por edhe fituese në këto olimpiada, duke arritur gjithmonë më shumë rezultate të larta.